Kura 3 javore me hudhër, limon edhe gjingjer. Natyrisht pjesë përbërës janë edhe kurkuma apo pak edhe piperi i zi. Nuk do shumë përbërës, kura me limon dhe hudhër është një ilaç shtëpiak nga mjekësia popullore, të liron trupin nga depozitat e gëlqeres, largonin ndyrën nga trupi, arteret sidomos i pastron, pastaj natyrisht edhe eliminon sheqerin, eliminon kalcifikimin e arterjeve, pra është një lloj dekalcifikimi i brendshëm, që kjo ka efekt jashtëzakonisht pozitiv në sistemin kardiovaskular, pra i parandalon ato arteriosklerozën, ato trumbujt që mund të ngjiten nëpër enët e gjakut, por edhe në tru dhe në kyçe ka efekte pozitive. Pra është një trajnim apo një kur 3 javore që mund të përsëritet disa herë, do të thotë deri në 4 herë në vit, dhe në shumë e lehtë edhe nuk është ashtu që me të vërtet nuk pijet. Pra është një agent rinovues tradicional që ju kisha sugjeruar me përdor, me provu të gjithë ju edhe në preventiv, do të thonë si parandaluese e këtyre çështjeve më lart.